Mirë, kur përmendim sëmundjet e gjakut, çka realisht nënkuptojmë? Cilat përfshihen aty? Po sëmundjet e gjakut përfshin një domen të gjanë, të madh sëmundjesh. Praktikisht gjaku arrin te secili organ. Përmes endëve të gjakut, gjaku rrin te secila pjesë e trupit, te secili organ i trupit. Dhe nëse flasim vetëm për sëmundje bazë gjakut, është një numër i caktuar dhe kryesisht gjaku prodhohet në palcën ashtrore, ne i themi. Dhe problemet e prodhimit gjakut munden me qenë shumë llojesh. Domethënë mund me pas prodhim gjakut mjaftueshëm, mund me pas prodhim teprum gjakut, mund me pas defekte pas prodhimit gjakut, dëmtim truza gjakut, një prodhim parakoshëm, pa u pjek qelizat e gjakut. Ka shumë lloje sëmundjesh, të cilat vijnë po mënoj si pasojë e sëmundjeve gjakut. Mandej kemi edhe sëmundje tjera kronike, që shoqërohen me problemet gjakut. Secila sëmundje, secila sëmundje kronike dhe secila sëmundje e rëndë shoqërohet dhe me probleme me gjak. Shkakton pagjakësi ose probleme tjera, ose probleme me trombocite, ose me rruzat bardha varësisht prej sëmundjes dhe varësisht prej gjendjes pacientit. Pse po shfaqet tromboza tek moshat e reja? Dëgjojmë shumë shpesh raste. A ka ndikim edhe mënyra se si po jetojmë dhe stili i jetesës që po e trajtojmë deri vite këtë periudhën e fundit? Mendoj që trombozat në një grup sëmundjesh hematologjike, cilat shkaktohen dhe më ka një predispozit me u formu trombe dhe me u mbyll endë gjakut. Besoj që kanë qenë prezente gjithmonë, vitet të fundit kanë mujt me u shtu pak, nështë stili jetës kish me qenë njëri prej shkaktarëve, po besoj që faktori gjenetik luan një rol më të madh. Te moshat e reja, faktori gjenetik gati thuja është determinues në formimin e trombeve dhe po mëndoj pranin e kësaj sëmundje e trombozës. Stili jetës i ndihmon këtyre problemeve, për shkak se stresi, ngarkesa, ushqimi, problemet e përditshme, jeta është pak ma dinamike vitet të fundit mendoj, dhe po mëndoj nuk është e lehtë me përballu ritmin e një jete dinamike, stresi i teprum, ngarkesa e madhe ditore, ushqimi pa rregullt, përdorimi i cigares, përdorimi shumë faktorëve ndikon ndoshta edhe në shtimin e rrezikut me u formu trombe dhe me u shkaktu problemet. Po në anemi, çka ndikon? Nëse këto e formojnë trombozën, çka realisht ndikojnë për anemin? Në anemi ka shumë faktor, edhe anemit janë shumë llojesh, edhe anemit ndahen disa grupe. Pse asociojmë, doktor, më falni për ndërprerjen, po pse asociojmë shfaqjen e anemisë vetëm me mungesën e të ushqyerit? Jo, absolutisht jo, nuk është anemia vetëm mungesa e ushqyerjes. Janë për faktorë është mungesa e ushqyerjes, ose ushqyerja e varfër, me thonë. Në të kuptimin parë, e ka shumë faktorë që ndikojnë anemi, ka shumë lloje anemish prej atyne që trashëgohen, që i themi hereditare, e deri te ato që janë nga mungesa specifikisht e produkteve specifike, dhe ka dhe anemi, po mënoj që vinë hemolitike, ne i themi, po du me sqaru për publikun se po du me qenë sa ma konkret, me ju ikë shumë terma mjekësor, pasi që ka shumë pyetje publiku dhe me qenë sa ma konkret dhe me më kuptu aq drejt dhe aq sa ma drejt dhe sa ma mirë publiku. Dhe më thënë ka dhe kemi dhe grup sëmundjesh hemolitike që i bjenë që qelizat e gjakut shkatërohen, vetë qelizat e gjakut eritrocitet përafërsisht jetojnë 120 ditë organizëm dhe llojet anemis janë disa llojesh. Nëse po pyet specifikisht për ato që janë nga ushqimi, atëherë po, ka disa prej tyre që zhvillohen dhe për shkak mungesës të ushqyerjes që i bën anemi nutritive, ne themi. Anemi nutritive i bën për mos ushqyerjes. Ka njerëz tash me stil të jetës që nuk përdorin ushqime specifike dhe i paksojnë rezervat, qoftë hekurit, qoftë elemente të tjera të nevojshme që një organizëm po mënoj funksionojë normale dhe të vlerat e gjakut jenë brenda normës.